Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte të ftuar do të kemi sociologun dhe analistin Ergis Mertiri, ku do diskutojmë sigurisht për politikën dhe zgjedhjet që akoma vazhdojnë ankesat e kërkesat e si gjithmonë. Një muaj mrapa rezultati ka dalë, është pranuar nga komisioni zgjedhor, por shumë deputet kërkojnë të hapen kutitë e votimit dhe duket të hapen gjithë kutitë e Tiranës. Po sigurisht si sociolog do të diskutojmë dhe për çështjet sociale që e mundojnë shoqërinë tonë dhe pse shoqëria jonë është në këtë gjendje. Mirëmbrëma zoti Mertiri dhe mirë se keni ardhur në podcastin tim dhe besoj se do të jetë hera e fundit. Mirëmbrëma. Është kënaqësi të folësh, të flasësh me njerëz Patjetër. që se pjesa më e madhe, sidomos e medias dhe e politikës janë helmu komplet. Edhe i ka humbur arsyeja. Allaj, biseda dezintoksikuese janë gjithmonë kështu të Kanë mos sukses. Bon me qejf, domethënë. Po. Ergis, le ta fillojmë me dy ngjarje që kanë ndodhur sot. Një e para, Berisha sot doli në konferencë për shtyp tek Shqupi dhe nxorri një filmim që këta janë disa të Partisë Socialiste në një zonë nga Tirana nga ishte, edhe kishin çantat në dorë dhe thonë që këto po shpërndajnë lek. Nuk pam as lek, paktën aq sa dha media, pam çanta, unë nuk e di që e drejta çantës është hek të mahet në Shqipëni, se u bosin kone që zimullajtit mos hesni me xhepat më fatme. Pra, puna ka shku deri në një gjendje qesharake. Dhe tjetra është që Myslim Murrizi akuzon Gazbardhin dhe Bylyk Bashin se ato e kanë bërë kotin zgjedhor për të siguruar karrigen e vet. A mendoni se këto veprime Bylyk Bashi dhe Bardhi bëjnë pa dijenin e Berishës? A mendoni se ka kush autonomi në atë parti, se ajo është një parti bunker? Nëse nuk duhet flasun, më mirë flisni ju për të dyja këto. E para e Berishës, që vazhdon akoma me këto ankimime. Pse bën? Se e din që s'do i çoj kërkun. Dakor, unë mendoj do hapen kutit, do mbyllen kutit, por rezultati i zgjedhjeve nuk do të ndryshojë. Patjetër. Shikoj, nëse do dalin ai gjë aty, unë mendoj që ajo që ka për dalë është që këta do ja kenë fut njëri tjetrit. Nëse do dalin ai gjë, sepse kjo është më e rëndë, sepse këtu normal që ne dim tashmë që nuk vidhen votat në kuti. Ja. Pra, procesi numërimit, të dyja palët kanë numëruar se vet. Tavolina është me 4 veta dhe janë kryesisht 2 andaj 2 kënaqë apo 5 ndoshta, domethënë që janë 3, një kryetar komisioni është i PS-s, varet në raste të caktuara. Po që ti nuk mund t'i vjedhësh votat kur ti ke numëruar se tat aty. Ose të ka tradhthon numëruesi jot ose pastaj që s'ka më kuptim. Këtu votat ato që vidhen, se nuk vidhen të gjitha dot, blihen vota me lek, dalin për lagje, njerëz ku diun nga krimi organizuar, ku diun edhe marrin, por nuk i marrin dot gjitha tani. Jo, ka një gjë që edhe kjo vidhen e paguajnë, sigurisht ne nuk jemi në perfeksion. Përvoja ka treguar që kanë ndodha, sa kanë ndodhur këtë radhë nuk e di, unë besoj që kanë ndodhur më pak se herë tjera, për çfarë arsye? Sepse sot Rama s'ka pas nevojë, mendoj, me vjet ai sa ka vjet 2021. 2021 ai u vu me thonjë kanë qitë sepse rezultati doli 2% i ngushtë. Edhe jo. Ose kur rezultati o 20% nuk ka çfarë. Nuk ka 300.000 vota. Dhe tjetra e gjys domethënë ajo që përmendin Stenishin kishte përplasje pa dhe vrasje. Pa vrasje, po, kurse këto që shumë qeta. Dhe po të marrësh në atë kohë, dilshin sa raste kanë pa që kanë ndalë që grupe militantësh kapnin furgon me parë mrena me kështu. Këtë rranë nuk pat, zgjedhjet kënë tjeta, incidentet rrona nuk u pakun me pare, pavarësisht se dolën këto. Tashi, a kishte grupe? Kishte, dhe unë besoj që një pjesë ka ble vota. Këlliçi, doli e tha aty unë isha vetë diti atje, për punë, kur nga të arru me deputetin e PS-s, edhe Erion Braçen, isha vetë atje, nuk ishte si kjo u bon qesharake, kupto se këto, me këto lloj akuzash, pa asnjë fakt, vodhën, janë bërë pa besueshëm. Ka një gjë, mëlla do të besojmë institucionet, fakti është ky, unë marr këtë gotë dhe dal për jashtë. Kjo është vjedhja. Kur gota është këtu, nuk ka si ti të vjedh gota. Po ka një logjik. Në 2021-shin
që për mua ka qenë kulmi i inxhinierimit votës, që quhet, që është bërë ndonjëherë. Diferenca midis PS-s dhe PD-s dhe LSI-s ka qenë 2%. Pra nëse ka vjedh Rama ka inxhinieru votë, ka vjedh 5%. Po themi Qameti 10, po hamencojmë dhe themi 10, dakord. Dhe çojnë rezultatin 2%, që do të thotë që po mos ishte vjedh do kishte dalë PD 8% para, pi fjalë. Ose ku diun. Kurse sot e ke 20%, domethënë ti tash i hidhur për vjedh, bëj çfarë dush. Kur ka 20%, tash dakord, edhe nëse ka vjedh ai ka vjedh kot. Se nuk ka pas nevojë. Kjo vjedh 2021 nuk ka nga i krah vetëm, nga 2 kraca dhe këto të PD-s. Duhen me furgona, deri u vranë, deri u bën. Pa llogarit dhe këtë pjesë, patjetër. Por duhet të them që në kushtet unë kam shpjeguar kështu në rast që kur ke hongër 17-0 futboll, tash pse zoni gol offside nuk nëse gërtheti për gol offside, kjo është budalliki joti. Ti merro me 6 golet e tu, i bën analizën tate, hiq trajnerin, edhe ndroi, hiq salutar që të kanë prishur dhe ndryshoi ekipin. Këta du më fut tash prapë me njëjtin trajner, me njëjtin ekip që ka hongër 7 gola, du më fut neshën e radhës. Do haj 7 muaj radhën tjetër. Kështu shkoja po. Sepse kësaj radhe as nuk beson më njëri që ti mund fitosh, domethënë që si do futesh. Po edhe këtë radhë nuk besonin më njerëz dhe pra ne përfundon kështu. E ka humbur se nuk krijohet, dëgjoj. Unë mendoj që Partia Demokratike i herë ka një problem shumë të madh sepse ka gjithë figurat që janë aty janë djegura. Rama me gjithë lëvizjet e veta, por paktën fut rigjeneron, fut të ri. A si do jenë ato të ri, a do jenë tafë, a do jenë po paktën bën lëvizje, kurse këto s'kan lëvizje, më kjo parti ka një me ato galloshe që kanë 25 vjet. Po. Janë bosi galloshe. Aty gjithë kryesia partisë. Dhe tjetra është, ore prit, nuk ke rezultat këtu, nuk ke këtu, si ky i Elbasani që drejtoi të moralizoti. Po si ma e çoj ishin 7 me 10, 7 me 9. Elbasani ka dalë edhe 7 me 7. Po, ka dalë edhe 7 me 7. Dhe ti shkon tash 13 me 4. Ka dalë 4 ka marrë ajo, që 10 me 4. 10 me 4. Katastrofë. Ke marrë 1/3. Si ke ti thum kanë vjet. Do thënë lista e mbyllme nuk mjaftoi. Njëri nga lista e mbyllme. Por një fakt tjetër, nga lista sigurt do doq. Të gjithë të listës mbyllur në Tiranë, po, kanë marrë rreth 100 kanë marrë rreth 18.000 vota. Po. Vetëm Jorida Tabaku ka marrë 17.000. Domthon Jorida me gjithë Ali Mehmeti kanë marrë 2 fishën e gjithë të tjerëve të listës mbyllur. Pra, ajo që thotë, a do të keni një refleksion? Pra megjithatë kanë marrë gati 40.000 vota këta të dy, ndërkohë që gjithë PD-ja ka marrë 130 ndoshta. Po 130. 130 me gjithë listën e hapur, po them. Lista mbyllur ka as 17.000 vota. Po. Këto. Jo, lista mbyllur nuk është votuar fare, sepse ka qenë, domethënë sistemi ka që nuk shkon as i vot për listën e mbyllur. Ata kanë sigurt. Edhe ata futen në zgjedhje pa u votu hiç. Ne s'mund ta dim kur sa vota merr Sali Berisha dy mëra. Sa vota merr ku dëgjon ke lista Josefina Topalli që është në listë sigurt, ke lista hapur e Tiranës. Se edhe kjo është tash, merr Josefina nga Shkodra si në Tiranë, domethënë edhe duhet tiranësit votojnë për Josefinë. Por nëse kjo është nga që e ka shumë diaspor. Shiko, ti the gjë shumë mirë. Problemi është tash gjë interesante. Kujt i intereson dhe kush duhet ta bëj dhe pse vazhdojnë kështu këmbgulin, në këtë gjendje fatale, kjo parti, pse? Sepse Berisha e di që s'fiton kurrë, dhe pra nuk e reformon atë parti, se nuk i duhet. Ai sa të kohë tjetë vetë aty, ajo s'ka për të fituar, kështu që atëherë marr njerëzit e mi dhe rri këtu dhe rri në opozitë, se ja ka parë dhe opozitës. Po si sa ka pam? Funfare dhe opozita është i lloj pushteti që ka bereqetet e veta. Po si s'ka më letën. Nga ana tjetër opozita i duhet me qenë dhe me pas ekskluzive, sepse rrezikon dhe burgun. Po. Se Spaku jo vetëm ai, por edhe familja. Pikërisht pra. Edhe djali. Kështu që i duhet si instrument kërcënimi ndaj Spakut, ndërkombëtarëve të gjithëve, sepse kur ai hetohet thotë ju jeni duke hetuar liderin e opozitës. Vetëm se po heton Sali Berishën, Dumani sot shpallet nga gjithë opozita si organizatë kriminale, kriju një organizate kriminale. Edhe kjo është që është katastrofë. Ora un kam 100 vërejtje për Dumanin, po kjo atë merr që është organizatë kriminale. Po vallai, domethënë sado vërejtje mund të kesh me mi vend ku s'është kap kurrë në një, domethënë ai ka bërë mrekulli për mua, domethënë se ka kap nivele të larta. Jam krejtësisht dakord. Por ka bërë mrekulli dhe kjo që thatë ju keni plotësisht drejt, kjo po e pengon Dumanin ti bi krau tjetër, sepse drejtësia duhet të jetë e barabartë, je lider së opozitës, je lider opozite. Por sido që të jetë presioni madh, ka bëj efekt vet. Tashi si mundet ti ke hyrë zgjedhje ndërkohë që armikun më të madh ke Dumani se Saramën?
Po. Se po të shohësh deri para zgjedhjeve se në zgjedhje ndryshoi çik se ju desh për fushat, domethënë. Më shumë godet Dumani se sa Ramën, se me Ramën me pazari, këto më marrëveshje. Me Ramën bën amnistin, qitë nga burgu çfarë ka arrestuar Dumani. 150 veta më shumë nga ata që spaku i ka fut burg për korrupsion. Këta i qitë nga burgu me amnisti. Kanë bë kodin elektoral bashk, kanë bë ligje Edhe më thënë kohën për kodin elektoral. Edhe pastaj thotë që kush msha mu thotë është me Ramën, ndërkohë që veti bë pazaret me Ramën. Kjo është katastrofë. Jo, tash Fe i gjë interesante, ja vlen ndoshta me kap. Ti thu që Rama i ndryshon njerëz të vet. Po. Po të shohësh Rama në këto 12 vjet kanë ndryshuar 4 qeveri po herë. Po. Domethënë Rama është, unë kam shpjeguar këtë si një karrocier. Që i ndro kuajt e karrocës në çdo rrugë që bë. Ti the që Rama i ndryshon qeveri, ka ndryshuar 4-5 qeveri deri tash. Domethënë që her pas here sjell të rinj, gjak të ri, domethënë mrena. Rama është dhe Berisha janë si karrocierët. Rama i ndron kuajt e vet në çdo vrap. Merr të ri që janë të palodh. Por karroca prodhon jetën gjë sepse Rama ka prapë qeveri të korruptuar sepse është karrocieri i gabim. Berisha çfarë bën? Ka 35 vjet që s'ndro as kuajt. Me të njëjtët kuajt vazhdon. Vendin imazh. Tani ndryshimi është Rama është si puna aty të Pianecit që ndryshon, domethënë që ke parasysh atë skeçin me Koçët e Volën që ishte Pianec, edhe kishte thonë fjalën partisë që unë do ndryshoj, do bëhem tjetër njëri, nuk do pi më tha, domethënë gjasme, por doti që unë ndryshova tha. Tjetër njëri u bona, po doti që edhe ky tjetri piter rakit. Domethënë Rama është një gjë, po ky tjetri, ky as nuk ndryshon, domethënë, pra paktën për imazh, për kriju një imazh të ri për ky ka mrena, për shembull Tritan Shehu e ka pas në partitë punës më. E ka qenë bashkë që para 90-s në politikë. Po e di, më kanë qenë dhe më shumë se partia. Vazhdojnë janë, dakor, vazhdojnë janë kanë qenë dhe trungar, kanë qenë dhe trungar të dy. Tash si ka mundësi, si do ti të fitosh kur ti dhe themun çka kanë bë këta se thoshti që këta janë politikanë të mëdhenj që ti me këta kanë realizuar një kuaj karrocet pa lodhur dhe ty duan se ta slodhen. Po këta rrin kot, ta s'bën asgjë, përveç se i prishin imazhin PD-s, atëherë për çaj madhi këto. Jo imazhin, po i kanë krijuar neveri njerëz. Pikërisht. Figura si Tritan Shehu kanë krijuar neveri ke demokratët po flas. Atëherë cili është mesazhi për cilëti? Mesazhi që ti atë parti ke pron private dhe këta janë njerëzit e klanit tat me cilët ti bë pazare sepse nuk ka çfarë të bën për çfarë arsye ti nuk kjo parti ngelet e parë inovuar për 35 vite. Ergys jam plotësisht dakord me atë që thoni. Problemi është Berisha është ai që është dhe bën lojën e vet dhe mirë e bë. Unë e kuptoj Berishën. On hall. Kanë hall në djalit, ka hall në familjes, ka hall në pasionisë. E kuptoj. Edhe në moshë 74 vjeç kur thotë si interes ati, shef opozite, nuk arrestohet se është shefi i opozitës, quhet politike, mbroca gjona se ka i pushtetet të tolerojnë diku, në rregull është. Këto që janë masti si Bylykbashi, Bardhi, Jorida Tabaku, ky Ali Mehmeti, këto çfarë karriere politike mendojnë për veten e tyre se janë të ri duke shku mas Berishës, se këto do të groposen me Berishën, se ai nuk i shlo. Dhe Berisha këtë e ka kallzuar, Berishës nuk ja hull dot. Po, patjetër. Ai ja hull gjithë po Berishës nuk ja hull dot, Berisha të përdor dhe të shpërdor sa herë ti do i qefi. Po e boni një herë, po ja love herë. Tash këto çfarë mendojnë për të ardhmen e tyre politike? Tash nga gjithë këta unë veçoj Ali Mehmeti se Ali Mehmeti paktën ka pas kurajë që të krijojë aksione vet politik këtu, edhe kjo ka qenë pjesë e kësaj Ali Mehmeti që ka kërkuar rinumërim që të paktën po rinumërohen votat e Tiranës. Kështu që në këtë mes unë besoj që Ali Mehmeti mendon që ajo parti duhet konkurohet aty mrena dhe në një farë mënyre të krijojë profilin e vet politik. Nuk ka qendrim kritik nga atij që shkaktoi gjithë këtë gjendje, qoftë edhe vjedhin që është bërë Ali Mehmeti me votat. Duhet mendojnë që Ali Mehmeti Gjegur Rajo dali dhe të flas hapur. Ore jam dakord, ne duhet çun qytetar, çun Tiranë, çun i pa komun, por problemi nuk ka bolls kur thonë amerikanët. Nuk ka bolls që ti përballet atij dhe duke qenë se ky ja ve fajin gjithë, po jo atij që është faji Berishës, atëherë çfarë besimi unë? Unë kam pas simpati për te. Po çfarë besimi kur ti e le të bësh veten leck? Ai fritove primaret, hoqin nga primaret. Du të them unë jam dakord Ilir që ai nuk ka shku të kritikoj ose të prekë thelbin e problemit që është Berisha. Po pra. Por megjithatë ndryshe nga të gjithë tjerët aty ka krijuar një kurajo më shumë se të tjerët. Po çka kurajo? Mrena dekorimi të madh që ka ajo parti, domethënë unë e vlerësoj për faktin që ai e thotë i llaf më shumë që të tjerët nuk e thonë.
por është e vërtetë që kjo nuk mjafton, sepse ti sado që të thush, po se vune gishtin ke plaga që i prodhon gjithë plagët e tjera. Gjithë plagët e tjera, po. Ajo nuk sjell ndaj dobi. Po pra, ajo pra ne po të duhet të ketë. Këto e kanë marrë Berishën si zotore, aty do një grupim, kjo është problemi. A ka një grupim Partia Demokratike sot që të kundërvijë? Ore ta detyroj zotëri. Statusi i partisë ke bën Nenin Basha, të lutem largohu me vjedhje pa vjedhje, zgjedhet njifen. Hik largohet tash. Nuk e ka edhe për gjë tjetër, sepse politika e Berishës për ta kapur parti është kompromentoje që ta kesh në kontroll. Te ka bë politik 35 vjet. 35 vite. 35 vjet duke filluar me bashkëpunëtorët e sigurimit, e duke me vepruar me njerëz që i kompromentoi rrugës që i kishte në qeveri e i la me vija dhe me abuzu, e këtë punë bë edhe sot. Për shembull, deri dje Gazbardi ishte kundër. Dhe si Gazi dhe shumë tjerë që janë aty. Madje çfarë kanë thonë për Berishën? Kanë thonë që Berisha ka bashkëpunuar me bandat e Elbasanit, pikërisht to banda që akuzohet Rama. Baba i Zenit e donë të gjitha. Kurse Berisha nga ana tjetër ka thonë që ai ka gisht në vrasjen e atij që u vra nga banda e Suelçelës, domethënë. Suelçelës. E kështu me radhë. Tashi për të gjitha periudhat e tabakun, mediat e Berishës kanë shpif që kanë thonë që merr leje ndërtimi nga Rama, domethënë për ku dëgjon atë tjetrin thoshin pallat Kaplane që merr pallate nga Rama, për këtë bashkisë Durrësit që konkurroi për bashkinë e Durrësit. Bardhi akuzonte ka monokën që ka vilat e. Pikërisht pra, domethënë tashi çfarë bën? I kompromentove të gjitha se këta qiten nga goja lëllë gjonash, ti ke qit për ato dhe janë dhe akuzat e veta. Tashi do të hajde ke unë ti se më duhesh ti mua, sepse ti tash je skllav im. Se ti s'ke ku ikën mo, sepse ti tashmë je i pabesueshëm. Dhe ti nëse do ikësh do qeshi njerëzit, se nëse dasin këtë gjithë ta do i dalin sot Berishës, gallat do jetë se askush nuk do shkojë mbas këtyre. Atëherë kemi një diferencë. Atëherë Rama ato që janë kompromentuar i ka lëshu, ja ka lëshu spakut. Pra në këtë drejtim është më institucional. Sepse Rama sepse ka një dallim, Rama ka çfarë hum. Berisha s'ka çfarë hum. Berisha është i hum. Ose thjesht opozitën. Jo, më dhe kur ka qenë pushtet këtë punë ka bëj. Po mirë, dakor, ky stili Kjo parti se ka filluar, gjysë ti ke qenë i ri. Kjo parti se ka filluar me këtë metodë një Berisha. Se këtë kulturë ka kulturën e sekretarit të parë të organizatës partisë dhe kulturën e bajraktarit. Ai është bajraktar në vetvete. Përzime totalitarizëm. Përzime totalitarizëm përbohet një përbindësh dhe Berisha ju ka kthy në një makth këtij veni. Edhe në opozitë kjo është. Sepse kanë alu opozitën. Do në sot ti nuk e de facto mendon se kemi një opozitë që ti bëj presion pushtetit. Me numra nuk e ke. Unë kam thënë, Berisha ka shkatruar mundësinë për rotacion. Nuk e ka shkatruar Rama. Rama sigurisht është munduar me shkatruar, me kap pushtete, me tjerë i ka bërë 99. Çdo njeri që on pushtet. Por Rama sot është i dobët. Sepse është një qeverisi aq e korruptuar sa që sigurisht që çdo opozitë që do ishte përballë do ta rrëzonte. E vetmja opozitë që s'mund ta rrëzosh kjo e Berishës. Sepse kjo e Berishës është po aq e korruptuar, mos them është po aq ju thoni vetmja opozitë që më rrëzonte, vetëm kjo e Berishës nuk mund ta rrëzonte, po pse kemi ne opozitë tjetër ne? Po të kishte them. Po të kishte halla. Po të kishte halla. Në hallë jemi tash. Po. Domethënë në këto kushte pra, një qeverisje që gjithë grupi me cilën ai ka ardhur në pushtet, i ka shku pas hekrave. Pra e ka arrestuar spaku. Nga Velia e ke, ku diun Ahmeta e ke, Beqja e ke, Dako e ke, ku diun Alçi Bllako e me radhë, domethënë ke narkoka e me radhë, domethënë gjithë njerëzit me cilët e kanë mbështet për ta në pushtet. Tashi si ka mundësi që kjo s'bie valla, se kjo, domethënë çdo qeverisi që të ishte në këto kushte do ishte rrëzuar pa prit që të vinë zgjedhjet. Do kishte ra. E vetmja gjë që e makte, vetmja pateric është fakti që përballë ka një tjetër po kështu. Dhe kjo e legitimon. Ai thotë që dhe okej. Ja pra, ai është para me. Se edhe kur flasim për korrupsionin, duhet ndajmë se tash e themi korrupsioni i qeverisë socialiste është shumë më i madh dhe shumë më i rënd. Nuk e dim. Ose e flasim me intuit se nuk e bën dot, nuk e bën masin dot. E di pse sepse tash është leju që të dalin në dritë korrupsioni dhe janë marrë masin dot se Berishës. Nuk kishte të i myllte mrena për mrena se merrte prokurorin Llalla i thoite myllë Ergysin. Myllë Demalin, myllë këtë, myllë atë. Pra, dhe dim tjetrën që kjo qeveri mund të akuzojmë për çfarë dush, po korrupsion të përgjakur, se Berisha me 21 janarin, me Gërdecin,
me 97-ën, me 98-ën. Ka kusura tjera kjo qeveri që kanë qenë dhe më parë, po jo sa kjo është bashkëpunimi që e ka pas me banda kriminale. Domethënë, për të parë Rama futi kriminal në parlament, ma men ata që u rrifshin me rrypa. Jo, po kriminalet ishin aty me banda ishin mbështetës, po nuk ishin hyrë në parlament. Tash sigurisht kanë dalë nga parlamenti, por ama vjen duke u rrit kjo punë, si puna e eksperiencës. Po. Bandat ti e di shumë mirë kanë qenë që në 96-ën, se ti e di që bën në 96-ën apo jo. Ky që flet sot për zgjedhjet lira dhe për standarde, ky ka qenë Berisha ka qenë që krijoi modelin e masakrës zgjedhore në 96-ën apo jo? Që u bë ajo çka ndodhi në 97. Po. Pra, një njeri që ka përgjak vendin disa herë, a mund të vi mo? Ajo ishte çudi që erdhi në 2020, ku erdhi në 2005 që erdhi në pushtet prap ka qenë, unë kam përsërit disa herë, David Binder ka një shkrim që thotë po kjo si parti nuk do të ekzistonte më, jo më me atë çanodhi. Ra shteti komplet valla, u kollapsu shteti. Normal. Erdhën ndërkombëtarë se që të shkuën në luftë civile. Po. Pra ne po të them, ky tashi sido që të jetë, me ato çfarë ka bëu ky, njerëzit që kanë memorie dhe këtu do të hym tash në çështje sociologjike, njerëzit që kanë memorie nuk mund të kthehen më këtij njeriu. Po ja që ky është problemi pra se a kemi të bëjmë tu me një shoqëri, po të pyesi sociolog tash e lëm analizën politike. A kemi bëjmë tu me një shoqëri të korruptuar se ne ankojmë vetëm Ramën, Berishën, këtë mos jemi vetë në si shoqëri. Po patjetër. Mos jemi vetë në si shoqëri që nuk kemi ndërgjegje që OJF e këto që janë këto tjera të organizatat këto që kanë marrë përsi për të bëjnë dekomunistizimin, bëjnë edhe këtë që i kanë përdorur për përfitime dhe janë është korrupsioni më i madh. Pra, a na mungon në shoqëria civile, a na mungon në elita ndërgjegjësuese, a jemi ne vetë që korruptohemi? Pra këtu hym në sociologji. Po. Tash këtu korrupsioni është endemik themi. Nuk është se është i korruptuar vetëm qeveria. Këtu është korrupsioni nga lart deri poshtë. Madje deri tek pjesë e mirë e popullit. Sepse domosdoshmërisht ti do shkosh në spital, do japësh lek, do shkosh ku dëgjon do kesh i gjyq, do japësh lek, gjithë nuk është si përpara. Sigurisht sepse edhe sistemi, sidomos digitalizimi është një fenomen që sido që ti e redukton deri diku. Megjithatë është i përhap pra një farë mënyrë elitat kompromitojnë dhe popullin. Por në thelb problemi i madh i këtij populli kanë qenë elitat janë korruptuara. Janë jashtëzakonisht korruptuar. Këtu s'ke shoqata, organizata, o do jenë me Berishën, o do jenë me Ramën. Nuk ke organizata të cilët janë sqendrojnë mas njërin. Ose do jenë pastaj me një faktor ndërkombëtar i cili merr lekët aty dhe bën çfarë i thot ai që jep lekët. Po kështu ti shiko, këtu ke, unë kam thënë edhe herë tjera, ti ke siç është politika, i ke Federatë Futbollit. Të njëjtat sherrët, të njëjtat zullumet, të njëjtat korrupsion, të njëjtat shitje neshjes, të njëjtat gjë. Se ke Federata Futbollit 1 minutë. Federata Futbollit tjerë në radhë parë nuk rronë lekë të shtetit. Jo, dakor, po flas. Nuk merr as si lek, as jo, unë po flas për paranë publike. Federata shqiptori, Federata, ta themi nuk e kam ka Federatës. Por Federata Futbollit sigurisht ka probleme, si gjithë, po Federata Futbollit i ka disa rezultate që ka hec. Një, kemi shku 2 herë në kampionat evropian. Nuk jam mohojnë ato, nuk duhet kam fare kemi kriju një infrastrukturë shkëlqyeshme. Sot unë jam habit nuk ka federata në Europë si ajo që kemi bone. Me muzeum, me gjitha për herë të parë. Mos harro se federata ka qenë ke Kashia 2 zyra që vite era urin, gjithë zyrat, kur ishte mbren zyra se ishte korridori ku ishte banjat. Po tash shiko. Dhe ajo është vetë menaxhuese dhe fondet i merr nga UEFA. Unë po flas këtu valla për paranë publike. Shiko, unë po, domethënë ajo që po të them se nuk duhet merrem as me domethënë nuk e kam ke emra që drejton apo tek institucioni vetvete. E kam tek fryma, ata atje zihen njerëzit. Unë kam qenë ke teatri. Domethënë nuk bën asgjë politikanë ndaj njëri tjetrit se çfarë bëjnë artistët kundër njëri tjetrit. Ose artistët që shiten ke pushteti, artistët që për një rol shet teatrin ai del kundër atij, herë është pro, pastaj është kundër. Po se ke milion, jo korrupsioni filloi këtu, më fal, jam plotësisht dakord sepse ne artin, edhe filmin, edhe teatrin e kemi lënë dorë shtetit. Dhe që në atë moment ty fillon talavaja, të njëjtën gjë, të njëjtën korrupsion e gjen dhe këtu. Të njëjtën korrupsion e gjen dhe ku diun tek Akademia e Shkencave, të njëjtën gjë, do gjithë ne. Po pra se nuk kemi kriju pavarësi, më burr, se ne vetë nuk e duam pavarësi. Po themi që elitat tona janë korruptuar. Problemi është kjo nuk sjell, nuk ka edhe sistem vlerash kështu. Po pra. Sepse të ve partia, ti do të shërbesh partisë, ti do morësh pa haftin. Ne kemi sot përse ne të përndjek, ishte përndjek që luftojnë për kauzën e të përndjekurve, cilët janë kundër hapjes dosje.
Tash çfarë ti thosh ty në E di pse se ky muhabeti dosjeve mirë boni që ma. E di pse? Unë nuk po e them emrin e një shkrimtari. Po. Që i flet shumë. Po. Që flet për Spaçin. Po. E ka shkruar dhe libër për Spaçin. Kur ky nuk ka qenë fare aty ke revolta, po ka qenë bibliotekar. Dhe ti e di kush rritet në bibliotekë. Po, normal. E kuptoj. Dhe shkonte e takonte një operativ që ky e ka pas përpara, s'po e them as qytetin që mos sa qit, po kush e di e merr vesh. Dhe kur ka dal nga burgu, e ka marr dosjen, ta nxjerrë dosjen ky shkrimtar. Po një gjoj, e kuptoj për çim flas. Ta nxjerrë dosjen, ta nxjerrë dosjen sepse njerëzit që i kanë denoncu, këtë shkrimtar, 2 nga kryesorët njëri ka qenë agent me pseudonimin Vigjilenti dhe është vllai i këtij. Është vllai i shkrimtarit. Pra, këto dalin dhe manipulojnë dhe këto, nuk ka gjë më të keqe. Unë e kuptoj është eron, por ne nuk kemi bën një katarsis për tu pastru, për të thonë, Ergjys, detyrun me dhunë, me metoda psikologjike, në këtë hallë ose më shtrëngun e bona. Do i kuraj që ta minimale që ti të pranosh. Jo për të akmarrë, se nuk do akmerret njëri. Me që dolëm këtë fushë. Se kjo më intereson shumë, se këtu kemi pastaj edhe një inflacion. Pse kemi inflacion? Dhe këtu ka lujt, me gjithë njësoj. Dhe këte e ka kriju Berisha. Spion Ergysi, spion Iliri, spion ky, spion ky. Ndërkohë i ma dosjet vetët. I ma dosjet vetë. Zotni, edhe unë ja kam bëu disa herë, po ja bëj prapë sot. Këtyne politikanëve. S'po përmenin emra sot. S'po i themi emrat. Ka mundësi të bëni një veprim fare thjesht, ose këtyne të përsekutuarve. Shkoni, vllai i këtij, Vigjilenti, shkoi në autoritetin e dosjeve dhe të kërkoj, unë, Ilir Demalia, unë e kam bëu për vetë, kam marrë dhe dosjen time. Unë, Ilir Demalia, nuk kam qenë, apo s'kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit. Dhe ato t'japin një fletë. Nëse ke qenë, nuk mund t'a japin që s'ke qenë. As Sali Berishas, as Tritan Shehut, as kërkujt. Atëherë shkruhet, Ergjys Mertiri, nuk keni pas as i lidhe me sigurimin e shtetit. Nëse ke pas, sot ke pas. Dhe ti kur të morësh këtë, që është A4, që nuk e morë do tunë, duhet shkosh ti ta morësh për vetate, edhe ti e pastro veten. Pse nuk e bëjnë këto këte? Pse se po PD-ja vetë? Po PD-ja vetë, pra pse nuk e bëjnë? Po pse se bëjnë pra institucionet e përsekutuarve? Ne jemi një shoqëri që ne kemi rrejt, dhe kemi mulu rrenën me rrenë, dhe kemi bërë një mal të madh rrenash tash, që ti mame se ke qenë këtu, i ke jetu 90-ën, unë e kam jetu, e kemi jetu si dëshmitar, si protagonist, si pjesëmarrës, dhe ne na kanë rrejt për atë që kemi jetu vetë, kemi pa me sytë tonë, e kam pa Ergysin me sytë e mi, se qa ka bo e qa s'ka bo. Dhe këtë e boni gjithë Berisha që besot ashtë se është antikomunist. Kur ka njëri vetëmi komunist në Europë lindore. Mos hapja dosjeve është një nga themi dramat e mëdha që ka pas ky vend në këto 35 vjet, sepse jo vetëm që e vërteta është varros dhe e varros me ato dosje, por ata dosje nuk janë as varrosura, që të paktën e dim që janë myll, po vazhdojmë jetë re, po e myll. Jo, janë aty marrën për presion. Ato marrën aty për shantazh. Për të shantazhu, dhe kjo është e keqja, nuk është puna se do të qisim Ergysin o Ilirin, që ka qenë spion. Dhe nëpërmjet atyre dosjeve krijohen pengje politik, nëpërmjet cilëve mbahet ky tranzicion këtu ku është për kaq vite. Faleminderit. Dhe kjo për mua është dramë e madhe sepse kjo nuk e lek të shoqëri që të eci përpara. Ja. Të paktën ta harrojmë, po kjo stilenas me rrugë, kjo të marr lidh aty të marr peng. Po megjithatë, prandaj ato duhen të hap edhe për të çliruar këta njerëz që janë pengje politik, që në fund fare ta dinë gjithë, mos ta di vetëm ai që të ma peng. Që ti ke qenë apo s'ke qenë bashkëpunëtor. Dhe shumë mirë ata që kanë qenë të detyruar apo kështu të dalin dhe ta rrëfen. Krimin, ta rrëfen që po, më kanë detyruar, më kanë dhunuar, më kanë bërë këtë presion, më kanë bërë atë presion dhe unë detyrova bërë këtë. Sepse, shiko, nuk është problemi që shumë shifën dhe persekutorët, se këta që kanë qenë, ore është tragjedi, unë e kuptoj, është tragjedi ronë, edhe i persekutuan dhe spion. Por problemi që duke mos qit këto, ai nuk qit as persekutorin se çka bë. Kjo është një dramë e madhe sepse këtu ç'a bën? Këtu ka një akordim dhe një marrëveshje të heshtur midis dhunuesit dhe viktimës. Pra janë të dy bashkë që ndihmojnë dhunuesin në këtë rast, persekutorin.
Ç'a ndodh? Kjo ka ndodhur kudo, kjo ka ndodhur edhe tek hebrejt në Holokaust. Dhe kjo është e kuptueshme, kryesisht sistemet totalitare kështu funksionon. Kompromitimi i viktimës. Kompromentoje viktimën dhe atëherë ti do ta sundosh plotësisht. Ç'a kanë bërë në Holokaust? Pjesën më të madhe të organizimit të Holokaustit duke kanë bërë nazistët vetë. E kanë bërë viktimat. Viktimat nëpër getot e hebrejve, se i mbyllën për geto, atë ç'a bën? Kush është i pari? Shkonin gjermanët. Kush është i pari këtu filani? Po, folshin me atë, me elitën e getove, dhe thoshin ti ke për detyrë të mbash rregullin, të bësh policinë, të mbash rendin etj. Dhe të ndihmosh projektin ton për të çuar njerëz në Auschwitz në për kështu. Dhe shumica e viktimeve i çonin vet hebrejt, i organizonin për t'i çuar nëpër trena me qëllim që të shkonin. Dhe kjo e bën, kjo tregon që totalitarizmi është akoma dhe më i ndyrë dhe akoma dhe më i keq nga aspekti deri në çmenduri, sepse ai arrin të rekrutojë vetë viktimën për projektin e vet antinjerëzor, antihuman që ka instalu. Edhe në këtë mes, çka kanë bërë? Këta kanë kompromentuar viktimat duke i detyruar një pjesë që të bashkëpunojnë. Disa mund ta kenë bollë për dëshirës, disa edhe për të kapur në privilegj, disa për të shpëtuar dënimin, nuk ka rëndësi, por këta e kanë përfshi viktimën në vetë makinerinë e tyre vrasë. Ama populli duhet ta ditë vërtetën, shoqëria duhet ta mësojë vërtetën, duhet ta njohë vërtetën dhe nëse dikush pa dashje ka shërbyer regjimi ose nga dhimbja ose nga ftmerrja ose nga vujtja, i ka shërbyer pa dashje atij regjimi, të paktën ti shërbej sot të mirës dhe drejtës duke e rrëfy atë pjesëmarrjen në krimin ku ai ka marrë pjesë pa dëshirën e vet. Ja, se kjo është me lidhjen është edhe jo, se ky personi pse duhet gënjej kot se ky personi që thash se sot unë disha diçka. Sepse më fal, kjo ka ti pasur se kjo është shikoj, më fal, si të ndërpres. Unë kuptoj që ti mund ta kesh bërë atë nga halli, një veprim. Por sot është e pafalshme që ti nuk e rrëfen vet. Po. Sepse ti sot ç'a bën? Ti do të kapësh privilegje, ndërkohë që ke një njoll, po thuaj më burr. Thuaj më burr sepse çlirohesh ti dhe i shërben shoqërisë. Po çlirohesh. Dhe është e pafalshme që sot vetë njerëz që kanë vujt në atë regjim sot nuk duan që të zbardhen ato krime. Kjo është tragjedia pra. Prandaj thashun, sepse kur e pash i bëj thirrje këtij njeriu Morzodrit, i hap dosjen tate. Ky njeri ka qenë dhe deputet, me Partinë Demokratike, pastaj pretendoi të bëhet dhe ambasador, tash e merr vesh kush është. Dhe ky nuk ka kërku. Nuk ka rëndësi se si ky ka shumë, po ka shumë, po kjo ky rast. Ky njeri nuk ka kërku kurrë hapjen e dosjeve. Po pikërisht. Një, dhe e dyta, gënjen jo në rastin konkret. Po kur u nis iniciativa për të hap dosjet, disa persona nga ata që kanë qenë në krye të proceseve që merren të përndjekurit, kanë qenë aktiv që të mos hapen. Po, kanë qenë aktiv që mos hapen. Kanë qenë aktiv, madje kanë sulmuar Kelid Alibean pse boni një ligj për hapjen e dosjeve. Po. E sulmuan dhe agresisht kush? Nga njerëzit e po pra se duan majnë pengjet dhe për ta mbyll këtë, ky njeri gënjen dhe që akuzën e ka pas për sy të shkrimeve të tij. Problemi është që pse duhet të rrejmë pa shkak? Se mirë atëherë është rëngu dhe ke qenë detyru. Po sot pse pa shkak? Ky njeri thot se këto janë thelbësore, se kjo është njeri që ka lupeshën për persekutimin dhe mulon persekutimin për arsye të njerëzve që i ka pas në familje. Tash ky njeri gënjen që e kanë arrestuar për poezitë. Në një kohë ku unë pash poezitë e tij dhe unë në mënyrë instinktive kohë përpara i kam thënë pse si nxjerr poezitë, dhe poezitë ky i ka marr. Kur ka dalë i ka marr nëpërmjet operativit. Se s'kishin asnjë gjë, biles një nga poezitë që lexova unë ishte Lulet e Majit që e bëjte partinë më. Pra, përse gënjen? Përse gënjen? Domethënë, e gjitha kjo dhe ky e quhen veten elit. Po ka shumë, kjo nuk është. Mund të krijosh konsiderat, më vjen keq për persekutimin e tij, më vjen keq për vujtjen e atij. Kam empati për vujtjen e atij, po më krijon në anën tjetër një. Ajo që më vjen keq është që sot ka janë akoma në varësinë e një pjesë mirë e persekutorëve të vet. Ka shumë raste që kanë shkuar të punojnë nëpër zyra dhe kanë gjetë për shef atë që i ka persekutuar atje në kohë të komunizmit. Dhe kjo është drama edhe më e rëndë se sa vetë persekutimi i vujtjes.
Dhe fatkeqësisht nëse këta nuk bëhen kompakt, jo vetëm këta, por gjithë shoqëria në fakt. Dhe unë kam menuar që kjo nuk është më çështje e përndjekurve. Kjo është çështje ndërgjegjëse shoqërore. Unë për shembull nuk jam i përndjekur. Prindërit mi kanë qenë mësues thjesht. Unë nuk vi nga një familje të përndjekur, por unë e kam ngrit zonën për këtë gjë sepse unë mendoj që kjo është çështje ndërgjegjëse shoqërisë dhe shoqëria nëse nuk e vendos në vend këtë padrejtësi të madhe që është bë, nuk ka për të gjetë karar. Nuk ka për të zënë rehat, nuk ka për të bë hajër, themi, Por në anën tjetër Ergys, pjesa më e madhe e këtyre tash janë mosh 70 vjeç, shumica kanë vdekur se u bën 35 vjet. Po të paktën pleqërita të shkojnë gjërat vend e vet. Po, sepse nuk është kurrë vonë me thonë vërtetën, mendoj. Bravo. Faleminderit se këtë desha të bëj pyetje. Që ai është vonë ja vle, po ja vle për të thënë vërtetën, sepse raporti me të vërtetën është ai që e çon shoqërinë përpara dhe çliron shoqërinë. Ne jemi shoqëri e kapur peng akoma. Jemi e kapur peng nga sigurimi i shtetit, jemi e kapur peng nga korrupsioni, jemi e kapur peng nga ato allëzërisat që kemi bë dhe e majnë shtrëngu. Pra janë njerëz të shantazhueshëm. Sot fëmijët e tyre janë njerëz me pushtet akoma. Po. Dhe domethënë Llorisa që në atë kohë pushteti që kanë pas ka qenë me rrafca njerëz për zyra, domethënë edhe me marr ku diun patallon në mish në gjë, domethënë me bë pushime në një vil më të mirë dhe kaq. Kurse sot janë me miliardë, sot i bin botës ku i qirthos, sot janë milionerë. Sot është, pra, sot ata janë shumë herë më mirë se baballarët e tyre që kanë qenë pushtet në atë kohë. Fëmijët e tyre sot, kështu që në një moment shoqëria duhet vendosë drejtësinë. Drejtësia është ajo që mban shoqërinë. Megjithatë drejtësia është themeli mbi cilën mund ngresh, pa të cilën nuk ngret dot asgjë. Dhe ne na ka munguar fatkeqësisht drejtësia për themelimit të shtetit shqiptar. Patjetër. Ky është dhe kjo sjell atë mos raport. Ka zon padrejtësinë dhe është bërë mullar. Dhe unë mendoj tash që duhet një luftë e përbindshme si miti si Zifit për të hequr malin e gënjeshtrave të manipulimeve. Ë? Pikërisht. Dhe për që kanë bë këto që kanë pas pushtet politik. Unë nuk e shumë se pranoj dot për shembull këtu nga një herë të bëjnë gjëra me ulurit, domethënë se nuk e kuptoj. Ta mund të bëjmë me ulurit. Domethënë tu dalin serbes njerëz që kanë qenë privilegjuar në atë kohë dhe thonë po mirë, akoma do merremi ne me atë periudhë. Dhe këtë e thon pikërisht këta që në atë periudhë kanë qenë mirë, domethënë kanë qenë. Po jo më e thon gazetar. E thon gazetar që janë gazetarë të rëndësishëm që drejtojnë opinionin e medias. Se ti çdo njeri e di që Gjermania naziste iku u çliru nga Hitleri, ç'a bën? Jo vetëm Gjermania, por gjithë Europa xhanëm. Filluan të prodhojnë literaturë, libra, filma, kërkime shkencore, shkenca politike, sociologji, filozofi, histori. Pse na ndodhi kjo? Çfarë është totalitarizmi? Filluan të studiu, ka një fushë të madhe studimeve të filozofisë, sociologjisë, dhe quhet studime mbi totalitarizmin. Pse e bën këta këtë? Sepse duhet më njoft më çfarë ishte kjo që na ndodhi, që ne të dim, ta trajtojmë që mos na ndodhi prapë. Mësollën ndërmend Padër Moshkallën që i than sallë gjyqit prokurorit, masi i boni zbërthimin teorisë marksiste-leniniste. Edhe ai tha, e shikon i pandehur tha, e ke bërë me qëllim se e njeh shumë mirë. E njeh shumë mirë, po edhe me rrezik. Se e njeh shumë mirë tha? Po. Pse e njeh shumë mirë, dita luftoj shumë mirë. Pra, domethënë çfarë do të them që domethënë ata krijuan gjithë literaturë studimore, por edhe letrare dhe kinematografike dhe artistike etj. Për ta njoftë dhe për ta për ta zhvesh, për ta zbulu çfarë është totalitarizmi. Për ta kuptuar, që mos ndodhi prap. Këta na thonë sot shkume të harrume, pse akoma me të kaluarën do merren ne, shohim nga e ardhja, ta lejmë të shkuar. Jo. Si mund të nuk mund ndërtosh nga e ardhja pa njoftë shkuarën? Këto vetëm në Shqipëri këtë lloj filozofie idiote e artikulon nga mjesit deri ndark vetëm Shqipëri intelektuale shqiptare. Nuk mund të ketë të ardhme. Nëse ti nuk e kuptu të kaluar dhe nëse ti gënjen me të kaluarën. Dhe ne, pavarësisht se kemi ndërruar, përdor shpesh. Dhe ne praktikisht po ndërtojmë as tashmë as të ardhmen. Ndërkohë që të kaluarën vazhdojmë nuk e zbardhim. Dhe unë them pavarësisht se ne sot, po shumë njerëz këtu qarkullojnë me makina Lamborghini e kujton son jam as ne. Që fliu makina më duhet me marru punë as ndërkë Volkswagen. Po, njoh. Edhe pavarësisht po tru ose këto me Range Rover, këto pecogresët. Ore, un kam pas një rast para një muaji morti. Para një muaji më njëri që kam ne 45 vjeç, pra them emrin asnjë o turp. Po. Rreti dritën për diell në televizor për ngjarjen e kinostudios. Ditën për diell vuni emra që nuk kanë lidhje fare me ngjarjen e kinostudios. Po, sa dush ka kështu. Kur e di shumë mirë se kemi qenë aty.
Unë qa presi, këto qarkullojnë me Range Rover. Jo, shiko, po në tru ka një Lëviz kines. Ka dhe i gjë 669. Ka dhe i gjë tjetër. Që më shkojmë të harrume, po ta dim një herë që ta harrojmë. Po për ta dim. Ta mësojmë. Ore. Edhe pastaj le ta harrojmë se, do thon, duun ta fal, s'duan ta fal, po ta di unë herë ç'm bëj. Këto thon kërkojmë falje. Jo, të falim. Po çim të fal? Po guaj s'kërkon falje, si ta fal. Ti s'kërkon, se që të fal ti duhet të thosh, më fal. Të paktën do të them fal. Megjithatë, a është kjo shoqëria jon që vim prap që prodhon këtë ambient social? Po, shiko, shoqëria, unë mendoj që kjo shoqëri prej kohësh ka kriju elitat korruptume. Dhe elitat e korruptume prodhojnë një mjedis shoqëror të mrapsht. Do thënë, studiues të shkencave sociale thonë që shoqëria nuk është e njëjta kur kufizat janë A, B, C, D, por që drejtohen nga A-ja, nga një shoqëri tjetër që është prap A, B, C, D, por që drejtohen nga B-ja. Pra ka shumë rëndësi se kë vetë në krye. Dhe një shoqëri ku komod vihet në kokë, ku i pa drejti bëhet ai që duhet t'japi drejtësi, kur i pa afti duhet ai që të japi drejtim, ku budollai duhet t'japi mend, ku ignoranti nuk ndërton raport vlerë. Bën shkencë dhe dije. Patjetër këtu vlerat janë përmbysme dhe kjo shoqëri do të vazhdojmë mas publicitetit. Publicitet, Kantina Duka prodhon verën më të mirë në Shqipëri, sidomos po të kemi parasysh Cabernet Reserve Duka. Është një verë e krahasueshme me verat më të shtrenjta të Kalifornisë, për nga shija dhe për nga cilësia. Vera Duka tashmë është jo vetëm Shqipëri, po është në Ballkan, ka shkuar tash i ka filluar të shitet edhe në Angli dhe së shpejti pritet të shkojnë në Amerikë. I dashur Ergyst, kemi ngelur akoma peng edhe pavarësisht se themi bërtasim gjithë ditën duke filluar nga Seliu, antikomunistat dhe komunistët, por edhe këto të përsekutuar, siç ishte rasti i fundit të Morali Zotit, që përdorin një të gjuhë se komunistat. Që tha do t'ju ham gjallë. Që do t'hash gjallë? Në radhë panik, kur ta thush fjalën, qose e burr, shko, i hajshe gjallë, ke pas ka me i hangër gjallë. Se 3 qereku aty në që të kanë hangër gjallë, kanë vdek. Pra, përse kjo gjuhë urrëtie, përse kjo do thush që ai ka të drejtë, se po, edhe për atë ndjej empati për vujtjen e atij, ndjej empati. Për gjithë vujtjen e familjes së tij, për gjyshin e tij, megjithëse ka bashkëpunuar me italian dhe nuk ka njëri që ka bashkëpunuar me pushtuesin dhe ta quajnë patriotë nacionalist. Është gjykimi i historisë, duhet gjykuar në kohën dhe në rrethanat që kanë ndodhur. Për shembull, Pater Anton Arami ka bashkëpunuar, po mendimin tim nuk ka një patriot më të madh. Sepse bashkëpunoi për shpëtuar Shqipërinë nga shelbat e të mëdhenjve, siç thot ai vet në atë letrën që ka lexuar, është një letër, nuk e di atë karandor ta japun. Ajo letra që ka lexuar në parlamentin shqiptar kur mori regjencën. Pra, ne nuk jemi të ftofët që të gjykojmë historinë në kontekstin e kohës, se sot bëhen gjithë trimat të mendshëm, edhe për këto bashkëpunëtorët, në kontekstin e kohës më vëlla. Pra, se nuk jemi ne si shoqëritë Çekia, Gjermania, e kishin Stasin, e kishin policinë e fshehtë, por bën një katarsis. Bën një katarsis dhe kanë rënë hasi shoqërisë sot. Pikërisht pra, kjo është. Kurse ne nuk e lejmë, ne edhe jemi kaq mrena dhe pranojmë që kemi mushkënitë e pastra fare. Ne jemi vendi që kemi pas diktaturë më të egër në Europë. S'ka qenë askush nga vendet për rreth komuniste, vendet e Traktatit të Varshavës në këtë lloj nivel totalitarizmi si Shqipëria.
Dhe praktikisht jemi vendi që kemi bë thujsa asgjë për hapjen e dosjes dhe për komunicizimin dhe për lustracionin. Pra, që kemi ndërtuar që ka përpjesëtim drejt, sa më i egër regjimi, aq më pak zbardhja e vërtetës. Edhe kemi ndërtuar dhe shoqata e fondacione, dekomunistizimin ato që kanë fondacionet i kanë marrë paret, e kanë bë vilat, male vilat në dete. Shumë nga gjërat që janë bë, shumë nga gjërat që janë bë edhe për shkak se i ka kërkuar BE-ja. Se s'do bësh. Po jo, ti i ditesh, ti e di për çim flas. Po, normal. E kupton. Fondacionet. Dhe çka ke bë? Kam bë një libër, thotë kam bë një tekst. Çka ke bë? Ku është? Si kulturë ke kriju, mendon ti se është kriju sot njoja dhe dekomunistizimi në psikoanalizën tonë? Kulturalisht ne vazhdojmë të trashëgojmë atë lloj mendësie, atë lloj mentaliteti, atë lloj sjellje, të njëjtat shprehi si në kohën e komunizmit. Ti ke sot kultura e kultit individit, për shembull, kulti i individit vazhdon është po njëjta gjë. Njerëzit adhurojnë liderët siç kanë adhuruar atëherë. Duart Trokasin, kur dënohet armiku i mbrëmshëm me të njëjtën mënyrë. Aska mungojnë vetëm prangat dhe Berisha po i merr në varr. Kim Jong po i merr në varr. Pikërisht. Sepse kulturalisht ky vend nuk është çliru nga ajo periudhë. Ne tham rrezum komunizmi, po komunizmi mbeti si mekanizëm psikosocial mrena instaluar mrena vetdijes dhe në vetdijes tonë. Pra struktura në të menduarit. Tash të lutem shumë se ka një problem këtu. Unë e kuptoj dakord për brezin për ne që u rritëm në sistemin komunist. Po kemi sot njerëz që kanë lindur në 90-ën mërti. Dhe kanë të njëjtën kulturë, dhe kanë të njëjtën mësi psikosociale, dhe kanë të njëjtën dhe duan filmat dhe artin e realizmit socialist. Po, sepse janë edukuar nga prindër të cilët kanë këtë lloj mendësie. Po su luftuaj keqja, nuk ikën vet. Vetëm Shqipëri mendon që e keqja ikën tu mos ja var. Kjo është e keqja ikën duke e luftuar. Në të gjithë vendet e botës kështu e di që funksionon. Domethënë, a kuptov, Shqipëria ka shpik gjithë ne, pra gjithë bota ecën kështu, Shqipëria mbrapsht. Në Shqipëri ka teoricien që kanë shpik rrotën nga fillimi, domethënë që na thonë neve që të shkume të harrume, mos u merrni me këtë punë, kemi halla të tjera, a kupton? Si kemi halla të tjera, ç'a hallësh kemi? Dhe kemi njelm kënet. Dhe vazhdojmë rrim aty ku jemi. Ky është problemi. Domethënë, kudo për shembull, një prej parimeve që thuhet shpesh për demokracinë është që demokracia është një luftë e përditshme. Po. Duhet me mbrojt për ditë. Po. Nuk është se duhet me luftu me arrit dhe pastaj rrim se punon demokracia. Jo, duhet me mbrojt për ditë. Biles. Kurse ne themi le tash se një analist amerikan më ka thonë një herë që demokracia është shumë fragjile dhe do të punosh që aty me kujdes për ditë kur krijon këto situatat me Trumpin, sepse është si diga. Pikërisht. Një çar e merr gjithë digën e shpërthe ujti. Pra, kurse ne kur nuk kemi kalu asnjë etapë demokracie, ne flasim për antikomunizëm, për demokraci kur nuk jemi kërkuar. Don gënjejmë veten. Masturbohemi duke gënjur veten. Tash po dal këtu një pyetje tjetër se ti je në media. Po. Për post që je sociolog. Po media, a ka përgjegjësi për gjithë këtë? Po patjetër, po media është produkti këtij realiteti, këtyre lidhave. Sepse temat që trajton media janë vetëm biseda dhe emisione toksike. Domethënë unë që duhet i lexoj, duhet i ngjoj lajmet, nuk kam një not, nuk po them, ishin 3 emisione po i nisha, zuara veshë se më zu dhimbja kokës. Po, normal. Biseda pa vlerë, pa sens, pa objekt. Po. Dhe në vend që trajtojnë këto tema, sa trajtojnë këto tema? Tema psikosociale, dekomunistike. Dhe kur trajtohet se kemi qenë bashkë, pa ne trajtohet në mënyrë krejt fake, fals. Mos përdor fjalën anglisë. Jo, janë rastet e mira kur trajtohet. Janë rastet e mira kur trajtohet. Pra, përse? Për kjo është, shiko, media është produkti, ka një gjë. Përgjithsisht media është ajo që orienton shoqërinë, ajo që prind, sepse media prodhohet komunikimi, aty është fabrika e komunikimit. Qofse elitat, pra që i bën një kështu shoqërisë, elitat prodhojnë mendimin, mediat e përhapin. Mediat komunikojnë. Çfarë ndodh? Këtu ndodh dhe kundërta. Pra nuk është media që i prind apo e orienton shoqërinë, po është shoqëria që sipas Orexit vet media shkon nga mbrapa. Dhe pse bëjnë këtë në shërbim të pra me logjikën e fitimit. Këtë do tregu.
pse më çfarë do tregu ti do ushqesh tregun, domethënë, tregu mundoj gjithçka, nuk është pra kërkesa tregu është një aspekt, por nga ana tjetër ka një etik, ka dhe një mision si media. Dhe dyta ka dhe etik profesionale, ka dhe ca vlera që ti duhet ti ndjekësh. Ore, tregu mundoj edhe që ti të bësh vrasje në televizor. Ta të garantojnë do jetë gjëja më e shikuar në botë. Qofse unë do të them, në orën kaq do vras njërin aty, domethënë tek ku diun TV Klani, do lëm punën shqiptarët dhe dalin ta shohin. Kjo nuk është justifikim që me që do populli hajde ta bëjmë tash, hajde ekzekutojmë njerëz, se nuk dhe a mendon tash duke sjellën këtë formë që media ka ra pre e banalitetit apo e bën me qëllim? Ka dy gjëra, unë mendoj që janë të dyja. E para, media zgjedh rrugën e shkurtër, sepse që ti të prodhosh produkte me vlerë, do duhet që ti të kesh ustallik, profesionalizëm, të investosh mirë dhe të kesh durim. Ta mbjellësh sot fare që të mbi fruti, pra e mbjell, ku diun, në vjesh dhe mbi frutin në verë. Pra do të presësh, ta ujësh, ta prashish, i bësh hizmetën dhe derisa ta vjelësh. Ata duan që ta mbjell tashi dhe ta vjel tashi. Dhe ky është gazetaria sipërfaqësore mediokre e cila ndjek epshin e turmës. Çfarë epshi ka turma e ushqen, edhe fiton. Mos ndoshta konceptin e medias e ndryshoi edhe këto rrjetet sociale. Rrjetet sociale besoj janë tjetër gjë, po unë po flas për median fillimisht konvencionale, sepse ajo është themi shkatërruesja e parë e vlerave të një shoqërie. Dhe kjo nuk ndodh vetëm këtu, kjo ndodh edhe për botë, ka sa dush. Ma morën nga goja tash edhe në Amerikë, media ka një ramje të madhe. Patjetër. Vlerash edhe është biased. Për shembull nuk ka qenë kështu dhe besueshmëria e medias ka rënë në 27% nga 88, 85 që ka qenë vitet 80. Po lexosh ai autor tash që thoshte që pse na urren, thosh, edhe merrte në analizë. Domethënë që se media është bëhe urryer tashmë tek publiku. Jo, unë kur kam shku në Amerikë shifsha për ditë CNN, në fakt tash ti këto nuk beso më kurrë. 20 e fundit jo nuk i shoh fare. Nuk i shoh fare, mor headline ose shoh kanale që unë i besoj edhe kaq. Sepse thotë urrën, sepse ata thotë duke i thënë njerëzve të vërtetat, por ata përpiqen të abuzojnë, manipulojnë dhe t'ju japin njerëzve teatr, t'ju japin show, t'ju japin spektakël. Dhe njerëzit sado që e ndjekin, ta shohin, ama njerëzit e kuptojnë që ti po e ke me hile, që ti po mbon spektakël. M'fal, të gjithë mund ta shohin Big Brotherin. Po njerëzit e dinë që s'ka vlerë, pavarësisht se edhe e ndjekin. Dhe sigurisht njerëzit krijojnë urrëtie për atë që e shfaq një gjë pa vlerë, duke ditë që kjo shfaqje vetëm me të marrë lekët ty, jo me Ergjys. Tashi njerëzit e dinë që nuk ka vlerë, po prapë ndjekin. Këtu ka një kontradiksion, sepse ti e ndjek Big Brother. Unë se shoh fare, unë kam idenë ç'bëhet me Big Brother. Unë e di çfarë shohun kur më vjen ai reels apo ai shkrim i dikujt që më vjen në Facebookun tim, atëherë kuptoj që pas kanë ndodhur kjo, pas kanë ndodhur. Ose në një lajm nëpër portale që nuk tashi këtu mos kemi banalitetin e një shoqërie që dashuron këtë lloj. Po sigurisht ky është banalizimi që prodhon shoqëria e konsumit. Dhe kjo është shoqëria e spektaklit, që ke autor pafund, sociolog, filozof që nga Guy Debord, ku diu me radhë, domethënë që trajtojnë që politika është spektakularizuar, media është spektakularizuar, gjithçka është vetëm suazë e spektaklit. Po s'pati spektakël nuk e ndjek kush, nuk ka vlerë. Edhe më ka spektakle me vlerë më burr. Po pikërisht pra, po këta, domethënë sepse ky është dallim. Se kjo problem edhe në botë. Diti për shembull që po shifsha një kur Big Brother erdhi në variantin VIP, Big Brother VIP. U shfaq për herë të parë në Angli, nuk ishte emisioni më i parë. Ishte i 8-ti, mos gaboj. Emisioni më i parë atë vit ka qenë një për fokat. Emision shkencor. Kishte bërë dikush një film dokumentar me seri, fantastik, shumë bukur, me zhvillim në oqean, domethënë. Për fokat. Dhe ai ishte më i ndjekur. Big Brother ishte në një të, ku diun, 5-ën, një të 6-ën e këtij emisioni. Dhe ishin një tuftë tjerë, pastaj vite Big Brother. Këtu ka ne është Big Brother dhe janë 100 vene bosh dhe ku diu mund të fillojë Fevziu, kush është i dytë i tretë. Domethënë është një dhe ai zë 9% audiencës. Mund më të merron se dal rrugë kur kosh, se dal për kafe. Jam bosh rrugët. O bosh bulevardi. Është çmenduri domethënë. Pse sepse ky publik, sepse ky është problemi pra. Këtë publik e ke ushqyer me ushqim të pashëndetshëm, me ushqim kontaminuar. Dhe ky publik e ka humb shijen e të vërtetës, e ka humb vlerën, e ka humb shijen e vlerës, e ka humb orientimin, ka humb busullën dhe çfarë japësh del aty ha kokoshka dhe shef çfarë ofrosh. Kjo që aty është me vend sepse njeriu thon ka një shprehje ato ushqim që ha
ashtu do të jetë. Po, ashtu. Domethënë e kam fjalën për ushqimin gjithmonë. Ka një Zekjo, ka një kështu komentator italian, një studius i komunikimit që thotë ne jemi ajo çfarë shohim. Siç është ajo që ne jemi çfarë ham, ne jemi çfarë shohim. Ne jemi çfarë shohim. Domethënë që pra televizioni ka prodhu tek ne individin që ai do. Pra i thoshte nuk jemi më homo sapiens, që ne që mendon. Tash jemi homo videns. Që ne një bozehir që rri fryet aty dhe pra domethënë ka transformuar televizioni thotë qenien tonë njerëzore. Na ka bërë një qenie që nuk mendojmë. Dhe ky është problemi i madh sepse një shoqëri që nuk mendon është një shoqëri që është destinuar të vuajë dhe të përplaset me problemet e veta dhe jo të zgjidh. Ky është problemi. Por se kjo ndodh gjithë botën. Çështja është që këtu janë vulgare, këtu janë banale në ekstrem dhe këtu ka, si çdo gjë ne kemi në ekstrem. Po si komunizmi ishte në Europën dore, po un kam thonë ishte parajs krahasu me neve. Patjetër që. Parajs ishte. Tash gjitha kjo që tash është edhe në botë, tash kjo. Po. Rrjetet sociale këto edhe në Amerikë një gjë që emision para se me ardh që diskutonin domethënë nuk ka më lëvizje shoqërore siç kanë qenë lëvizjet e viteve 60, 70. Po. Kupton? Me Woodstock, pavarësisht se këto thonë hipi, po Woodstock ishte lëvizje për peace, mlodhen 500.000 vetë atje dhe nuk u ça një njeri. Nuk ndodhi asnjë incident. Dhe e keqja është që është bë 20 vjet më mbrapa, duhet 80-ën apo 60 kush bë 69-ën. Është bën 69-ën, po. Dhe është bën 89-ën prap. Edhe nuk dhe kanë marrë pjesë këta ku diun Rage Against the Machine, këto grupet e tjera Metallica këto. Dhe aty ka pas përdhunime, dhunë ekstreme, pra nuk ka qenë pas tërtia e brezit parë të stomë. Muzika atëherë ishte mesazh politik, muzika ishte mesazh ndjenjas. Po jo, e kishin seriozisht atë lloj bote idilike, që ndoshta e gabuame, po ama kishin nevojë për një ideal njerëzit në atë kohë, kupton? Ndërkohë që rock and rolli 20 vite më mbrapa u kthy në komerc, u kthy në komerc dhe u kthy në një gjuhë brutale. Brutale dhe u kthy në u bë çështje tregu, u bë biznes. Sot Jimi Hendrix knote sa është i knohej, kurse sot njerëzit kënojnë për të fituar parë, domethënë nuk është më thjesht çështje shprehjes artistike, domethënë. Dhe kur themi se rock and rolli bart vlera, po sot është akoma më dramatike se sot s'ke sot ke këta, ku diun, këngëtar komplet komercial, domethënë që nuk shesin më as këngë, po shesin porno. Po ti merri tekstin se më kujtove Jim Morrison, kujto këngën e Rider on the Storm. Rider on the Storm. Çfarë fjalësh ka? Ishin poezi, ishin Bob Dylan mori çmimin Nobel për Into this house we born, into this world we throw like a dog without a bone, an actor out alone. Çfarë foti kurse sot I kemi lick my neck, lick my back, lick. Nuk ka mesazh pra po. Po si është shef të ardhmen e kësaj krize që është edhe përbotshme, po siç thatë ju, edhe kene është më banale dhe më vulgare. Po, shiko, flasim për botën, është folën, po kemi një krizë muzikë, kemi një krizë edhe në artet e tjera, vizive, pikturë, edhe në film ka krizë sot. Kudo? Nuk ka. Kudo? Për shkak atëherë që kujto ka qenë filmi Herë, që ishte mesazh. Po sigurisht. Po ka një gjë mendon që sot edhe në muzikë, edhe në artet nga ana teknike kanë arritur për sosmëri, po ka vlera, po nuk janë komerciale. Dhe nuk janë të shfaqshme, nuk janë të dukshme, duhet me I gërmu. Po, edhe kjo është. Problemi është që pse shoqëria nuk ushqehet më me vlera, po ushqehet me antivlera dhe kjo është një problem I madh. Po tani kjo ka të bëjë me modernitetin. Ka një sociolog I modernitetit që merret, më vjen emri se janë bë skleroz këtë kohë, domethënë nuk kam filluar me harruar të merrsi shumë. I cili domethënë trajton dhe thotë që moderniteti akoma nuk ka mbaruar. Është gjithmonë është në proces dhe ne nuk e dimë se çfarë do sjellë e ardhmja. Ndoshta e ardhmja do të sjellë një tjetër lloj varianti sepse moderniteti ka kaluar nga një fazë në një fazë, sigurisht ka ardhur gjithmonë dhe u bë më I keq, për mendimin tim. Ka qenë shumë herë më mirë shoqëria e dikurshme para moderne ku njerëzit kishin afrimitet me njëri tjetrin, kishin vllazëri, jetojnë në komunitet, kishin vlerat. Sigurisht ka pas problemet e veta, por nuk ka këtë lloj çmendurie marramendje, këtë lloj, nuk jemi më human. Njeriu ka humbë, ke dyfishohen numri I çrregullimeve psikike çdo 4 vjet në manualet e psikologjisë. Tani ç'a ndodh? Mund ndodh që në këtë ritëm, në këtë këtë lloj progresioni drejt shkatrimit që e shohun,
Vjen një moment që shoqëria mund ndale dhe mund gjetë Chelsea për të prodhuar një stabilitet të ri. Se ajo që e karakterizon modernitetin është transformimi i vazhdueshëm, që do thotë tranzicion i përhershëm, permanent. Dhe ky tranzicion çfarë bën? Nuk lën mundësinë që ndërtosh strukturë shoqërore, ndërtosh komunitet, ndërtosh stabilitet, ndërtosh diçka të qëndrueshme. Sepse ndërkohë që ti ka ardhur gjë e re, ka ardhur gjë dhe ti je gjithmonë në ndryshim. Ndoshta mund vi një moment ku shoqëria krijon stagnacionin e vet dhe kjo i lën kohë shoqërisë ta absorbojë gjithçka dhe të prodhojë vlerat e reja. Dhe unë besoj që shoqëria ka mjetet, mekanizmat e veta si ekosistemi, e ka vënë Zoti në mënyrë të tillë që gjonat rregullojnë vetveten. Duhet vetëm me elon, me apre rrugën të keqes që vepron vazhdimisht. Dhe nëse ne e stopojmë për moment këtë ritëm zhvillimi, këtë progres regresiv mendojnë që ka shoqëria, ajo do të di vetë shoqëria ta luftojë smundjen, ta shërojë atë dhe të prodhojë një shoqëri të re. Ka sot që mbuhet si ekosistemi. E njëjta gjë. Megjithatë kjo është gjithmonë futuriste, domethënë mendosh se çfarë do ndodh. Shqipëria ka për detyrë mendojnë që të ketë, unë mendoj, fataliteti jonë është i tillë që ne le të vujmë si smundjet e tjera, si vendet e tjera. Pra le të vujmë ato smundje, po të paktën mos kemi plus tonat që janë shumë më të rënda se sa. Më të rënda dhe dalin nga se ne çdo gjë kemi edhe kur duam obosi të tjera bëhemi vetë pri, atë kalojmë të tjerë. Duam që jemi të parë dhe në të keqe, të parë. Nuk rrujmë karakterin natyrën tonë si puna. Unë jam konservator për natyrë dhe për bindje dhe mendoj që konservatorizmi në thelb nuk është diçka që e pengon terren dhe ndryshimin, por e merr me masë dhe me kujdes dhe me frikë, se mos ajo e reja mund të na shkatrojë atë që kemi. Dhe unë mendoj që shoqëria vet, pra nëse ne do të kemi prirjen, të jemi të kujdesshëm, të mbrojmë komunitetin, të mbrojmë njeriu, pra i kemi këto cilësi brenda vetes, ne do të mund ta bëjmë shoqërinë pak më të mirë se ç'ishte. Dhe kështu pastaj ajo mund të gjejë një rend tjetër zhvillimi për tu përmirësuar. Por me këtë lloj gafleti, si më thon, këtë lloj pakujdesie me cilën ne marrim realitetin dhe jetën tonë, shoqëria vetëm bëhet gjithmonë më e keqe dhe ne gjithmonë më tolerant ndaj të keqes. Dhe askush nuk i del ti vej barrierë të keqes si thot stop. Bravo, tash ti këtu e mbyllim këtë, ke thon një përkufizim që është për shoqërinë tonë shumë i saktë. Ne si shoqëri historikisht nuk i kemi bë barrë të keqes. Dhe tu po sjell barrierë të keqes. Se thash barrierë të keqes. Pra, po sjell tu Konicën, e kam përmendur disa herë tjera, që thotë është një vend në faqe të dheut, thot. Nuk është në Afrikë, thot, po në mes të Europës. Që vrasësin e nderojnë, po është shumë e bukur, po edhe shkurt. E ka vlizuar. Biles e ka vlizuar, i hapin dhe udh, thot. E ngrenë. Dhe kur dhe e ngrenë, thot, e njërin tjetrin i hapin dhe udh dhe mçefin, thot. Dhe po ta dënojnë, thot, dhe po ta lirojnë, thot. Jo, po ta dënojnë, thot, hidhen fyt për te, thot. Edhe tjera që thot, pra, ne në vend që t'i vejmë barrierë të keqes, ne vlerësojmë edhe ke pati, për Zotin ky, shumë i Zoti, ka bon, atë, ku ka qenë ke poste, ke ministria, ose ke doganat. Kuptoj që kultura futet, dhe është kjo që thatë dhe ju më parë, dhe kjo i transmetohet dhe fëmijëve. Dhe pra ne nuk kemi ndryshu, brezi që ka lind në 90 nuk ka ndryshu si mundësi me neve sot. Unë vere i gjo, domethënë, mirë zgjedhje politike që fito për herë më i keqi. Edhe ke këta më pak të qit fito gjithmonë më i keqi, atë pak më i keqi. Por u bon zgjedhjen për në universitet. I kanë vënë gjithë ne ku ishin më të këqit kanë fitu. Po. Ku ishin, domethënë se nuk ka mundësi, po të shohësh pastaj në për ku diun institucione, në për kudo ku ka zgjedhje më i keq fito. Aty u ka zgjedhje. Dhe interesante është si ka mundësi se këta portzojnë në parimet bazë që kanë bërë filozofët që janë marrë me demokracinë, që përgjithsisht demokracia për ne është se populli prirë zgjedhjet mirë. Sistem vlerë pa ndërto sistem vlerë. Këtu është kaq keq dhe mbi të gjitha ne kemi aq pak reagim ndaj të keqes, saqë e keqja fito. Dhe kjo është e kudogjinshme. Dhe çfarë më them, për shembull, ai Dirama nuk e ka keq kur thot ku e ka varrin shoqëria civile të çoj tu flule. Pikërisht pra. Ai tjetër ka kandiduar për rektore, për dekan etj dhe ka dalë që ka plagjatur. Po. Dhe pedagogë, studentë shkojnë votojnë. Po minimumi se s'po them gjëra të tjera se çka ka bëj që etj. Po si ka shumë për tillë. Si ka mundësi domethënë që ti nuk të bë përshtypje që ai ka bë, tjetri ka bë korrupsion. Po. E të shohin tjerët ose është sjell arbitrarisht me pushtetin që ka pas. Ka abuzuar me. Do të voton deputet. Ti shkon voton prap.
Edhe votojnë prapë dhe punojësit e vet, e votojnë prapë dhe varësit e vet. Nuk kemi ato shinat morale që quhet. Sepse pikërisht pra, ne kemi humbur atë cilësi njerëzore, atë lloj prirje drejt të drejtës, të reagosh ndaj padrejtës. Ta shohësh padrejtën thosh stop, ose të paktën mos ta duash me zemër. S'na bën përshtypje sepse jemi mësuar me të keqen dhe kjo e keqe pastaj të mulon dhe të zë dhe ty dhe i zë të gjithë. Tash për ta mbyll se shkum shumë gjatë, shkurt, si e shef shtatorin? Shtatori çfarë mendon për Ramën që do bëj me mandatin e katërt? Shiko, Rama këtë mandat mendoj ka një prirje në shkencën politike. Thonë që pushteti sa më i gjatë në kohë tjetër, aq më shumë korrupton. Dhe pushteti sa më i madh tjetër, aq më shumë korrupton. Dhe Rama i ka të dy, edhe të madh shumë, po edhe të gjatë në kohë. Por ka një gjë, dy pengesa shofun që do ketë Rama. Një, procesi integrimit në Europë do ketë problem me Rama, sepse do ketë barriera dhe do ketë presion të madh nga Europa, se tashmë ka hyrë në këtë rrugë dhe s'kthesh dot kollaj mbrapsht. Pra, BE-ja do jetë mendojën ajo çfarë në disa aspekte mund ta vendosë Ramën në pozita të cilat ta bëjnë atë që t'i heq duart nga shumë prej të këqijave që ai bën. Dhe tjetra që shpresoj që të vazhdojë, që është Spaku. Nëse Spaku do ketë mbështetje ndërkombëtare, do gëzoj pavarësi plot, sepse në shtator do ndrohet dhe Dumari dhe të shohim çfarë do bëhet me atë kush do jetë tjetri. Ajo vërtet do ta vendosin presion qeverinë sepse duke pas një institucion si Spaku i cili të çon dhe në burg, ministrat do jenë, pra do jetë ajo që do kenë frikën për trujt vreshtin. Dhe kanë ka filluar. Këtë mendoj si këto do jenë sepse në të kundërt, ajo çfarë ka përballë nuk është kurfar kërcënimi për opozita. Pra opozita që ka përballë nuk e kërcënon fare. Opozita do vazhdoj akoma mendon me këngën e Kukuvajkës, na i vodhen, s'do hyn në parlament, do bëj. Patjetër, unë shoh dhe mendoj që sepse opozita s'ka më as mosh për betejat e reja, se i ka kaluar çdo gjë, domethënë. Por mendoj që ndoshta Berisha do hyjë zgjedhjet e vendore që bëhen mbas 2 vjetësh, do t'i humbë dhe ato siç humbi të tjerat. Dhe ndoshta aty do mendoj për një pasardhës të ri. Por gjithmonë duke mbajtur të njëjtën trashëgimi, e cila për mua do jetë shkatërruese sepse PD-ja mund të ngrihet vetëm nëse prodhon diçka tjetër nga kjo trashëgimi. Pra nuk është vetëm më Berisha problemi. Problemi është vetë trashëgimia e tij. Kur flas trashëgimia, sigurisht Berisha ka dhe, se mund të themi që Berisha ka dhe vlerat e veta, duhet me pranua edhe çfarë ka bën mirë, se jo të gjitha i ka bën keq, por si trashëgimi, berishizmi dhe klani që e përfaqëson atë, parti klanore. Se jo më kodo shpallën grada familjarisht. Pra nuk është thjesht ai dhe familja, por është një klan i tërë aty brenda, domethënë, dhe në mënyrë dukshme mendoj unë do jetë katastrofë nëse ky klan vazhdon jetën politike dhe mban pengat e partisë në funksion të interesave të veta. Kështu nuk do vi dot kurrë pushtet. Atëherë pastaj mendoj që domosdoshmërisht do ketë prodhu koha, do krijohet diçka të re. Por kjo e re duhet më shtet, pastaj sido që të jetë pa kusht, mendojmë pa kompromis, sepse është e nevojshme dhe e shëndetshme për këtë vend që të prodhojë diçka të re, sepse kjo e re mendoj që do japi shanse edhe vetë Partisë Demokratike të rregullohet, sepse duke pas një kërcënim brenda kampit opozitar, ajo do duhet reformohet dhe vetë sepse ja merr kjo tjetra pushtetin. Ta mbyll me një të lymallës? Patjetër. Për Partinë Demokratike? Po. Me atë mill që ka, nuk bëhet bugruni. Lymalla thotë me mill misri nuk bëhet frangjoll. Frangjoll, po. Do ndroj millin. Atë janë mill misri, nuk mund të bësh frangjoll. E vërtet. Faleminderit Ergys. Faleminderit për te. Unë dhe për sonte. Kënaqësi shumë.